20 gjëra që duhet t'ia thuash vetes që do ditë për të ndërtuar një jetë të fuqishme e dëhre të qëndrueshme në një botë ku je i rrethuar nga zhurma, trysnia, krahasimi dhe pritshmëritë e pafund. Ka një zë që ka më shumë rëndësi se çdo gjë tjetër, zëri yt i brendshëm. Ajo që i thua vetes çdo ditë nuk është vetëm një reflektim i asaj që ndjen, është edhe drejtimi që po i jep vetes, jetës dhe të ardhmes tënde. Prandaj është thelbësore që ky zë të jetë ndërtues, jo shkatërues. Frymëzues, jo kritikues. Mik, jo armik, afirmimet e përditshme nuk janë thjesht fjali të ëmbla. Janë komanda për trurin. Janë mbrojtje ndaj negativitetit. Janë pastrim i ndërgjegjes nga dyshimet dhe ndërtimi i përditshëm i vetbesimit, vetvlerësimit dhe forcës së brendshme. Më poshtë do të gjesh 20 gjëra që duhet t'ia thuash vetes çdo ditë, të shpjeguara, të analizuar dhe të shoqëruara me këshilla të drejtpërdrejta për zbatimin e tyre. Ky nuk është një tekst për t'u lexuar vetëm një herë, por një manual për të jetuar ndryshe çdo ditë. 1. Unë jam i mjaftueshëm sot, ashtu siç jam. Vetëpranimi është themeli i çdo ndryshimi. Kur ndihesh i paplotësuar, gjithmonë do ndjekësh një standard të tjetërsuar që nuk të përket. Por kur kupton që je i mjaftueshëm, edhe pa arritjet, pëlqimet apo suksesin, atëherë çdo përparim që bën është i sinqertë dhe i qëndrueshëm. Fillimi i ditës me këtë fjali është një shenjë e pranimit të vetes dhe çlirimit nga nevoja për aprovim të jashtëm. 2. Unë e kontrolloj mendjen time, ajo nuk më kontrollon mua. Mendja krijon mendime, por ti nuk je mendimet e tua. Je më shumë se kaq. Mëso ta shikosh mendjen tënde si një mjet që të shërben, jo si një padron që të komandon. Kur të vinë mendimet e errëta, pyete veten, kush është duke folur tani, unë apo frika ime? 3. Sot është një mundësi e re, jo një përsëritje e së djeshmes. Sot nuk është një dënim, por një dhuratë. Nuk është vazhdim i detyrueshëm i së djeshmes, por një dritare e re për të bërë më mirë. Zgjidh të mos përsërisësh automatikisht gabimet e së shkuarës, por të krijosh diçka ndryshe. 4. Unë nuk jam e kaluara ime, jam ajo që po zgjedh të bëhem. Gabimet e tua nuk të përcaktojnë. Edhe nëse je rrëzuar, edhe nëse ke lënduar apo je lënduar, ti ke fuqinë e zgjedhjes. Çdo ditë është një fletë e bardhë që pret historinë tënde të re. 5. Gabimet e mia janë pjesë e rritjes sime. Perfeksionizmi është armiku më i madh i zhvillimit. Gabimet nuk janë fundi, janë mësues. Mos i fshi. Mos i moho. Mëso prej tyre dhe ec përpara më i mençur. 6. Unë jam më i fortë se çdo pengesë që has. Sfida do vinë, por asnjë nuk është më e fortë se vendosmëria e një shpirti që nuk dorëzohet. Kujtoje veten çdo ditë për forcat që ke, për betejat që ke kaluar dhe për qëndrueshmërinë që ke ndërtuar. 7. Unë e meritoj dashurinë, respektin dhe suksesin. Mos e vendos vlerën tënde në dorën e të tjerëve. Ti je i denjë, pavarësisht se kush të ka braktisur apo mos vlerësuar. Mos e lidh dashurinë me kushtet, sepse dashuria më e pastër fillon brenda teje. 8. Nuk krahasohem me askënd, rruga ime është unike. Krahasimi është vrasës i lumturisë. Rruga jote nuk ka kopje. Zhvillohu sipas kohës dhe ritmit tënd. Ka vend për të gjithë në këtë botë dhe vendi yt është i shenjtë. 9. Unë zgjedh të jem mirënjohës për atë që kam. Mirënjohja është transformuese. Ajo të mëson të shikosh jo atë që mungon, por atë që ekziston. Dhe kur fillon të çmosh të voglën, të mëdha të vinë vetë. 10. Çfarë mendoj për veten është më e rëndësishme se çfarë mendojnë të tjerët. Vetvlerësimi është arma më e fortë kundër manipulimit. Nëse ti e di kush je, askush nuk mund të të përdorë për qëllimet e veta. 11. Unë kam fuqi të krijoj jetën që dua. Je më i fuqishëm se sa mendon. Çdo zgjedhje që bën, çdo veprim i vogël që ndërmerr, është një hap drejt ndërtimit të jetës tënde ideale. 12. Sot do jemi përqendruar, jo ish përqendruar.
Vëmendja është valuta e kohës sonë. Mos e shpërdoro. Zgjidh që të jesh prezent, jo i zhytur në ankth për të ardhmen apo pendes për të shkuarën. 13. Unë zgjedh paqen mbi stresin. Jeta është e stuhishme, por ti mund të jesh qetësia në mes të kaosit. Merr frymë, ngadalëso dhe kujto veten se paqja është gjithmonë zgjedhje. 14. Unë nuk kam nevojë të jem perfekt për të qenë i denjë. Të qenit njeri është një privilegj, jo një dënim. Përqafo të metat e tua. Ato janë pjesë e bukurisë së natyrshme të shpirtit tënd. 15. Çdo ditë përmirësohem, edhe pak. Mos e nënvlerëso fuqinë e përmirësimit një. Sot mund të mos jesh kudo, por je më mirë se dje. Vazhdo. Këmbëngull. Ec ngadalë, por mos u ndal. 16. Unë zgjedh të rrethoj veten me energji të mirë. Njerëzit, vendet, fjalët, të gjitha ndikojnë në gjendjen tënde shpirtërore. Zgjidh me kujdes se ka afron dhe çfarë lejon të hyjë në botën tënde. 17. Çdo vështirësi që kam kaluar më ka bërë më të fortë. Mos i haro plagët e tua, ato janë medalje. Ato tregojnë që ke mbijetuar, je rritur dhe ke ecur përpara kur të tjerët do ishin dorëzuar. 18. Unë besoj tek vetja, edhe kur të tjerët dyshojnë. Besimi në vetvete është themeli i çdo arritjeje. Mos lejo që dyshimi i të tjerëve të shuajë zjarrin tënd të brendshëm. 19. Sot do jemi mirë me veten, do më fal gabimet. Mos u bëj gjykatësi yt më i ashpër. Ki mëshirë për veten, për rrugët që ke kaluar dhe betejat që askush si di. Dashuria për veten është çelësi i transformimit. 20. Unë jam duke u bërë versioni më i mirë i vetes sime. Nuk ka finish. Ka vetëm rritje. Evolucioni yt është në proces. Nderoje këtë udhëtim. Je krenar për çdo hap që bën, për çdo sfidë që përballon dhe për njeriun që po bëhesh. Përmbyllje, ajo që i thua vetes çdo ditë ka fuqi më të madhe se çdo kritik apo lavdërim që vjen nga jashtë. Bëje këtë bisedë me veten të ndershme, të dashur dhe të ndërtuar mbi vetbesim dhe vetdije. Përsëriti këto fjali, jo si një rit automatik, por si një zgjedhje të vetëdijshme për t'u bërë më i mirë çdo ditë, sepse në fund, suksesi nuk është vetëm ajo që arrin, por kush bëhesh ndërsa ecën drejt ëndrave të tua.